Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni dhimbje gjuri, kjo recet me specë djegës do ju lërë pa fjalë. Vlerat shëndetësore të specit djegës janë me të vërtetë të shumta. Si një lehtësues natyral i dhimbjes, speci djegës arrin që të mbrojë zemrën dhe njëkohësisht të ndihmojë sistemin tuaj imunitar, madje në lashtësi ai përdorej edhe për të ndaluar njëkohësisht hemoragjitë nga plagët e ndryshme. Mirë po, përse duhet që të përdorni këto dy përbërës? Speci i kuq djegës përmban kapsaicin, një substancë e cila arrin që të ngadalsojë njëkohësisht dërgimin e sinjaleve të dhimbjes nga receptorët e lëkurës në tru. Këtë substancë ju mund ta keni hasur edhe në pomadat të cilat përdoren për trajtimin e osteoporozës dhe njëkohësisht artriti reumatizmal. Gjithashtu speci djegës stimulon qarkullimin e gjakut, gjë që ndihmon në funksionimin e muskujve dhe të nyjeve. Cilat janë vlerat e vajit të ullirit? Studimet gjithashtu kanë treguar se vaji i ullirit përmban oleokatin. Kjo substancë ka aftësi antiinflamatore pasi lufton dy enzima të cilat shkaktojnë inflamacion kronik. Si të përgatisni recete natyrale në dy metoda? Njëra nga mënyrat e përgatitjes është fare e lehtë. Në një kavanos të qelçt vendosim 2 deri në 3 speca djegës dhe i mbulojmë me vaj ulliri. Kavanosin e mbyllur me kapak e vendosim në një vend të ekspozuar në dritë dhe e lëmë atë për 2 javë. Më pas mjafton që ta aplikoni në zonat të cilat ju japin shqetësim. Në qoftë se nuk doni që të prisni 2 javë për ta përgatitur këtë kur, mjafton që ju të ndiqni këtë hapa. Ajo që juve do t'ju nevojitet është gjysmë lugë çaj me specë djegës pluhur dhe 1 filxhan çaj me vaj ulliri. Vajin e ullirit ne e hedhim në një tas dhe e ngrohim gjithashtu në banjo mari, pra e vendosim tasin në ujë të ngrohtë. Më pas shtojmë specin djegës pluhur dhe e trazojmë në mënyrë që përbërësit të formojnë një masë homogjene. Këtë masë aplikojeni në nyje apo në muskuj të cilët ju shkaktojnë dhimbje dhe e fërkojmë në të gjithë sipërfaqen në mënyrë që të përthithet sa më mirë nga lëkura. Gjithashtu, pasi të keni aplikuar këtë pomadë, ju do të shikoni se si nyjet tuaja do të jenë më të forta, por mos e shpërlani zonën me ujë të ngrohtë pasi nxehtësia do të shkaktojë djegje në kontakt me vendin e lyer. Dhimbja e gjurit e cila shfaqet kryesisht natën mund të prek kryesisht njerëzit të cilët të vuajnë nga artriti. Në raste të tjera, ajo shfaqet si pasojë e problemeve me nervat e këmbës. Dhimbja mund të bëhet kronike dhe gjithashtu të ndikojë edhe në cilësinë tuaj të gjumit. Çfarë e shkakton dhimbjen e gjurit gjatë natës? Osteoartriti dhe reumatizma. Këto sëmundje autoimunitare mund të shkaktojnë dhimbje të forta të gjurit gjatë natës. Shumë prej pacientëve që vuajnë nga këto sëmundje raportojnë dhimbje të forta të gjurit veçanërisht gjatë natës kur trupi juaj është duke pushuar. Simptomat të tjera gjithashtu përfshijnë inflamacionin, mungesë fleksibiliteti dhe gjithashtu vështirësi në lëvizje. Inflamacion i tendinave. Kjo prek zakonisht njerëzit të cilët janë mbi peshë ose ata që merren me sport intensiv. Këta njerëz kanë gjithashtu dhimbje të erëpashershme të gjurit, sidomos gjatë natës kur trupi juaj është në pushim. Cilat janë kurat natyrale kundër dhimbjes së gjurit? Sipas ekspertëve, ju duhet të kryeni aktivitet fizik. Sipas të dhënave, dhimbja e gjurit si pasojë e artritit mund të kurohet duke rënë në peshë ose duke bërë sadopak aktivitet fizik. Aktiviteti fizik i bën muskujt përreth gjurit
Më të fortë, kompresa të ngrohta. Kjo kompresë e ngrohtë mbi gjuhë ndihmon në largimin e dhimbjes në një mënyrë sa më natyrale. Kompresa duhet mbajtur mbi gjuhë për 15 minuta. Shafran i Indis. Shafrani në Indis, që është më efikas se medikamente si ibuprofeni, mund të konsumohet çdo ditë për të zbutur kështu të gjitha simptomat e artritit dhe njëkohësisht dhimbje të gjurit. Ato ju mund ta pini çdo ditë si çaj, duke e shoqëruar me xhenxhefil. Xhenxhefili. Konsumi i rregullt ditor i xhenxhefilit ofron një zbutje të ndjeshme të dhimbjes së gjurit gjatë ecjes dhe pushimit të trupit. Zgjini 1 centimetër xhenxhefil në një gotë me ujë. Si ta parandaloni dhimbjen e gjurit gjatë natës? Mjekët dhe ekspertët rekomandojnë këto hapa për të parandaluar dhimbjen e gjurit gjatë natës. Sigurohuni që ju të flini në një shtrat sa më të rehatshëm, i cili ju mundëson pozicione të qeta të gjumit. Ju këshillojmë të bëni një dush të ngrohtë përpara gjumit. Kur është koha për të konsultuar me një mjek? Ekspertët rekomandojnë që ju të konsultoni me një mjek në rastet kur ju vëreni ëndje të gjurit, si edhe mund të keni dhimbje shumë të forta dhe njëkohësisht dhimbja vazhdon gjatë natës dhe gjatë ditës. Ju nuk mund të peshoheni dot vetëm në njërin anë dhe nuk arrini dot që të flini si pasojë e dhimbjes. Nuk mundet që të qetësoheni dhe dhimbja vazhdon për një kohë të gjatë. Nyjet më të rëndësishme në të gjithë trupin ton janë pikërisht gjunjët, me qenë se ato na ndihmojnë me lëvizje. Gjithashtu gjunjët janë të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim, ulje dhe shumë lëvizje të tjera që ne performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mundet që të sjellë vështirësi dhe të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit, ju duhet që të veproni shpejt, sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur kështu dëmet që mund të sjellin tek gjunjët tanë. Në këtë video ju do të mësoni për një recetë shumë të rëndësishme, e cila është në gjendje të qetësojë dhimbjen në gjuhë për disa minuta. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një e verdhë veze, 2 lugë krip dhe fashë elastike. Udhëzimet. Sipas ekspertëve, rriheni të verdhën e një veze dhe më pas përzieni atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe më pas vendoseni atë direkt në gjurin tuaj, si edhe përdorni fashë elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet që ta kryeni këtë praktik me fasha 4 herë në ditë. Gjithashtu ju mund të përdorni edhe lëvorën e limonit. Metoda e parë, ngrini lëkurën e një limoni dhe merrni vetëm pjesën e verdhë. Fërkoheni atë drejt për drejt në pjesën e trupit ku keni dhimbje dhe më pas mbështilleni me një fashë. Mbajeni për 2 orë dhe më pas shpëlajeni atë me ujë. Metoda e dytë, vendoseni lëvoshkën e limonit në një kavanoz dhe mbulojeni me një filxhan vaj ulliri. Lëreni të qëndrojë për 2 javë në një vend të errët. Pastaj ju mund të përdorni vajin e marrë në zonën ku keni dhimbje duke e mbuluar me garzë. Lëreni të pushojë gjatë natës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.